dhe thash këtë, sepse asgjë nuk garanton që këtë herë në fund fare s'do ndodhe njëjta gjë. s'do ndodhe njëjta gjë. Absolut. Sepse palët janë në dy qasë. Unë dëgjova, më vjen t'i them orë, zoti Bylik Bashi, ta ruajmë çik distancën, zoti Bylik Bashi. E dëgjova zotin Bylik Bashi që tha që reforma dështoi etj. Dhe këtë kam përshtypjen që Partia Demokratike pikërisht këtë gjë kërkon që të pranohet, sikurse edhe në 2014 kërkoi që të bëjnë jo vetëm një ndarje dhe një hartë territoriale, tha vetë, por të bëjnë edhe mënyrën se si do funksionojë etj. Tani Partia Demokratike kërkon që të pranohet që reforma 2014-15 ka dështuar. Po në fakt, Bashkimi Evropian vetë nevoja për ta bërë reformën në një farë mënyrë e konfirmon dështimin, se po që se do të ishte suksesshme, pse duhet shkonim te një reformë tjetër territoriale dhe administrative. A priori po. Por se çfarë do bëjnë nuk e di, sepse ka disa ide. Pra, ka një ide që të reduktohet akoma te numri i bashkive. Disa bashki, shiko, reforma Rama me këtë ide ka qenë dhe natë Rama ka një gjë. Reforma territoriale po bëhet në radhë të parë sepse ka një reduktim të numrit të banorëve. Kjo është narrativa, të themi, zyrtare që dëgjon. Ka një numër dhe ka lindur nevoja që të qytetarët të shërbejnë më mirë. Unë nuk kam dëgjuar nga mazhoranca që thonë që reforma 2014-15 dështoi. Pra, e shoh të vështirë që ata të pranojnë këtë. Pra, kemi një premisë të tillë që të pranosh dështimin të diçkaje që ke bërë keq. Nuk ndodhet kjo nga socialistët. Ndërkohë Bashkimi Evropian nga ana vet kërkon që kemi një pushtet funksional vendor në mënyrë që Shqipëria të jetë gati për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Tani se ku do shkojnë palët? E shoh pak të vështirë se ku do shkojnë palët, megjithëse teknikisht janë përgatitur projekte që në legjislaturën e kaluar se ku mund të shkohet. Ka dhe një ide për të shkuar te 36 rrethe që kemi pasur diku në kohën e diktaturës, pra për ta reduktuar akoma më tej numrin e bashkive, ose për ta parë si që është për të rregulluar disa kufi aty ku ka shumë bashki të mëdha nuk e di se ku do shkojnë. Problemi është unë shoh problemin tek ndarja politike që kanë dy forcat në moment. Në fakt, Endri, dhe ju e dini shumë mirë sepse e keni ndjekur. Ai debat në atë kohë degradoi në kuptimin se opozita nuk mori pjesë dhe maggioranca, duke luajtur me partnerët e vet, krijoi dhe bashki qokash, po bëj një bashki këtu, po sa jo një bashki atje. Dropulli Shqipëri. Më fal. Marim Finiqin. Tani se e njoh. Finiqi bashki më vete. Saranda bashki më vete. Ndahen te ura e Gajdarit. Delvina bashki më vete. Delvina bashki më vete. Konispoli bashki më vete. Kështu që domethënë, po kjo rrëzoi atë emrin e asaj reforme. Poliçani bashki më vete. Kështu që ajo u shndruan në këtë mënyrë. Tani domethënë çfarë do lloj zgjidhje që të bëhet, besoj do të jetë më mirë se ç'është. Problemi, thash edhe një herë, shoh tek problemi që dy katë janë ndara politikisht. Partia Demokratike nuk është një sekret i madh, ka filluar një betejë kundër Edi Ramës, ka vënë një bas, themi në thonjza një bas që dhe do ta përdorë reformën. Spaku do të shkojë të trokas në derën e Edi Ramës dhe ka dhe një lloj ngërçi tani nuk e di a janë të kompleksuar apo nuk janë të kompleksuar, mua më duket që janë deri diku të kompleksuar nga njerëz që thonë po si shkon ju bëni, sepse vetë të tillë e kanë ndërtuar narrativën, si shkon ju bëni marrëveshje me Edi Ramën, si bëni ju reforma me Edi Ramën, ndërkohë që reforma nuk është me Edi Ramën, po problemi është në ndërtimin të narrativës dhe nuk është për Edi Ramën. Por nga ana tjetër, asnjë garanci nuk ka që siç ndodhi në 2020 që të ulen bashkë, të arrin dakordsinë në fund, dhe në fund fare pastaj. Bile tani s'ka nevojë as për korporatën se e ka të gjithën vetë. Absolutisht, dhe të shohim se çfarë do të ndodhë nesër, sepse është njoftuar, është futur në rendin e ditës të seancës plenare që do të bëhet ndryshim në komisionin e posaçëm për reformën që të ketë atë ta shqyrtojnë mekanizëm zhbllokues që e tha sot në mbledhje Arbian Mazniku, bashkëkryetari, që do të thotë të kenë nga 16 që kanë duket mazhoranca të bëhen 17 që të mund mos bllokohet dhe të vazhdojë puna. Mos ketë më paritetin me cilin jemi mësuar. Ta kalojmë vetëm, ta themi thjesht për publikun, ta kalojmë vetëm me votat e mazhorancës. Nëse mund të them diçka.